Partia Demokratike ka depozituar sot në kuvend një material prej 80 faqesh, ku rënditen 7 shkelje kushtetuese që sipas opozitës justifikojnë shkarkimin e presidentit Bajram Begaj. Sipas PD-s, këto shkelje përfshin ndër të tjera dekretimin e ligjit për komisionin hetimor, ndërprerjen e mandatit kushtetues dhe dekretimin e ligjeve për zgjedhjet e Bashkisë Tiranë dhe të ministres virtuale Djedha. Kam një apel për presidentin Bajram Begaj, sigurisht që ai sot me depozitimin e kësaj kërkese e ka humbur de jure rolin e tij kushtetues për përfaqësuar unitetin e popullit, sepse populli opozitari përfaqësuar nga deputetët e tij në kuvend zyrtarisht tashmë ka certifikuar mungesën e mundësisë së presidentit për të qenë kreu i shtetit dhe unifikues i popullit. Apeli im është që një president republike që gjysma e shqiptarëve nuk e njohin më për president, jo sepse nuk na pëlqen zoti Begaj, por për shkelje të rënda të kushtetutës që ka kryer, do duhet i kërkojë Edi Ramës që të mos e marrë nën sjetull. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi u ndal veçanërisht tek akuzat për konflikt interesi, duke bërë publike të dhëna mbi përfitimin personal dhe të djalit të presidentit Begaj. Konkretisht, djali i presidentit të Republikës, vetëm 23 vjeç, ndërkohë që ndodhet, dhe kjo mund të vërtetohet gjatë gjithë kohës jashtë vendit, dhe sipas dokumentave tona rezulton me studime dhe i punësuar jashtë Republikës së Shqipërisë, njëkohësisht përveç studimeve dhe një punë që bën jashtë, të dhënat i gjeni në provat bashkëlidhur për të mos hyrë në detaje, rezulton që është i punësuar edhe në një kompani sigurimesh brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, me një pagë që është 2 fishi i pagës mesatare që kanë punojësit në këtë kompani. Akuzat e Bardhit ndaj kreut të shtetit vijuan edhe sa e takon deklaratave të ardhurave të tij. Zyrtari i lartë i Partisë Demokratike tha se Begaj ka deklaruar se gjatë kohës që ka qenë president ka punuar dhe si mjek në një rrjet spitalesh ndërkombëtare. A e dini ju, dashur qytetar, që presidenti jonë ndërkohë që është president, rezulton të jetë i punësuar dhe merr të ardhura nga një klinik private mjekësore? Pra ditën bën presidentin e Republikës, mbasditë paguhet nga rrjeti i klinikave private Axhi Badem, siç deklaron vetë të ardhurat çdo vit. Ky është niveli i presidentit të Republikës së Shqipërisë. Reagimi i shumicës nuk vonoi. Kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla deklaroi se presidenti i Shqipërisë nuk do të shkarkohet, duke i konsideruar akuzat e Partisë Demokratike si të pabaza dhe të parsyetuara. Presidenti i Republikës nuk ka kryer asnjë shkelje dhe nuk do shkarkohet.